Shqiptarët e Amerikës po bashkohen në datën 11 në orën 2 të pasdites pranë United Nations në New York organizohet protesta e madhe e të gjithë shqiptarëve të Amerikës. Prandaj ftoj të gjithë shqiptarët e Amerikës anë e mban kudo që ndodhen nga çdo lloj shteti të bashkohen në protestën e madhe të përbashkët për Shqipërinë dhe për abeun tonë. Kjo do jetë protesta dhe kryengritja më e madhe e realizuar ndonjëherë në Amerikë, ku të gjithë shqiptarët bëhen bashkë për një qëllim të vetëm. Po i shohim shumë qartë situatat të cilat po ndodhin në Shqipëri, se si po reagon shteti shqiptar kundrejt vëllezërve dhe motrave tanë. Prandaj është momenti që duhet të ngrihemi të gjithë për të bashkuar dhe për të treguar që jemi në mbështetje dhe jemi krah tyre gjithmonë. Diaspora e Amerikës është këtu dhe do jemi këtu gjithmonë sa herë Shqipëria dhe shqiptarët të ketë nevojë. Pra diaspora për abeun në datën 11 korrik pranë United Nations në orën 2 të pasdites. Prandaj ju ftoj të gjithëve aty të tregojmë një pjesëmarrje të jashtëzakonshme dhe të tregojmë se shqiptarët kur bëhen bashkë nuk ka njeri në botë t'i përçajë.